është 67 vjetori i krijuesit të këtij teatri në Unshundi. Një 67 vjetor i trisht, atë me një mungesë të pa përshkrueshme, jemi tërë kohën vazhdimisht me të. Në çdo fest, në çdo premier, prag premiere apo aktivitet, na Unshundi zbriste këtu, në këtë ambient, në ambientin ton, të cilën e krijuam me kaq shumë dashuri dhe me kaq shumë sforcim për dy artistë, për dy krijues si ne, që nuk jemi as pak të pasur, por që tashmë jemi shumë të pasur. Zbriste këtu në uni përpara premierave ose përpara një komunikimi që do donte ta bënte me ju, qëndronte këtu në varësi të temës që do të flisnim. Më thoshte, jepi më nda play telefonit dhe kaq mjaftonte që ai të ndante me ju, ndjekësit tanë, teleshikuesit, ardashësit, pa përjashtim, ata që e donin dhe nuk e donin, indiferentët, apo persona të cilit, kolegë të cilit nuk ishin fort interes ndaj asaj çka ai i afronte artit shqiptar. I trajtonte të gjithë njësoj. Zbriste, komunikonte me ta, me të gjithë ju, për mënyrën se si ai e shihte artin shqiptar, teatrin shqiptar në veçanti, problematikat. Të gjithë ju e keni ndjekur në Unshundin në debatet në lidhje me godinën e teatrit, të cilin ai e donte shumë. Dhe për këtë arsye mundsoi edhe këtë teatr që ne po flasim sot dhe që do të vijmë të investojmë jetët tona për një vatër të re teatrore ku të gjithë të munden të shpërfaqin talentin dhe aftësitë e tyre. Në këtë 67 vjetor të parin pa të, doja që ta sillnim këtë ditëlindje me krijimet e na Unshundit, doja që ne bashkarisht të ndiqnim diskutimet e tij, të ndiqnim dialog, problematikat të cilat ai donte t'i shtronte në shfaqje të ndryshme. Vetëm qenie njerëzore dha nuk ka qenë. Njeriu i parë, hajtut, ishte ai që mori ca shkopin, rrethoi një copë tokë, tha, dhe deklaroi: kjo është toka ime, është prana ime. Dhe më keq akoma, e trashëgoi këtë pronë, brez pas brezi, deri më sot, dhe të tërë kanë kurajo të thonë: kjo është prana jonë, sepse e kemi blerë. Kujt ja keni blerë? Zotit! Nuk mund jetë kur e ju edha një gjë që nuk ju përket, sepse nuk e keni krijuar ju. Atë e ka krijuar vetëm dikush. Dhe na e ka dhënë në përdorim, na e ka falur, siç na ka falur edhe jetën tonë. Po Bretkosa nuk ha njerëz, njeriu po. Bile, njeriu ha edhe njeriu. A keni dëgjuar se thonë se ka ardhur një kohë që njeriu po ha njeriu? Nuk i ha mishin edhe kockat, jo.
shpirtin edhe zemrën. Edhe i gjori njeri vdes. Edhe po këta që e hëngrën dhe e vranë, shkojnë në varrim edhe të pikëlluar ndezi një qiri edhe thonë, sa i mirë që ishte. Po më mirë të thonin, sa shije të mirë që kishte. Tamam kanibal modern. Gjaqë, sot është 67 vjetori ytë edhe ne nuk do ta festojmë dot bashkë fizikisht, por shpirtërisht do ta festojmë çdo vit. Këtu në tempullin tënd, në laboratorin tënd, në jetën tënde. Jetosh gjithmonë me ne. Shumë faleminderit për gjithçka. Le të shkojmë pak në botën e Naumit. Janë dhe shunimet e tij në krah. Që ta nis nga e para. Pasi më vdiq gjyshja, e cila më ushqente, më lante, më tregonte pralla e tjerë. Familja vendosi që të më çonte në kopsht. Një javë vresht folëm për të mirat që kishte kopshti. Mirë po, unë kërkoja gjyshe. Më thanë se gjyshja kishte vajtur te Zoti për të takuar gjyshin. E kështu që desha dhe s'desha, shkova në kopsht. Grupi ymë i kopshtit kishte 10 fëmijë. Kishte 10 pjata, 10 luke pirunj, 10 stola të vegjël dhe 10 lapsa gome. Po kishim edhe 10 uturak. Kur vinte ora edukatorja na i sillte, ne uleshim, mbaronim punë dhe pastrusja i merrte dhe i lante. Një ditë edukatorja nxori vetëm 9 uturak. Të gjithu vërsullën të merrnin se mezi po e mbanin. Vetëm unë beta pa gjë. Secili mendoi për byth në vet, ndërsa unë nuk i bëra dot dermantimes. Sado që u shtrëngova, se mbajta dot. E bëra në brek. Edhe kjo punë vazhdoi për ditë. Asnjëherë nuk mundesha të rrëmbeja uturakun. Gjithmonë ma rrëmbenin të tjerët. Dhe unë, sado që shtrëngohesha, prape bëja në brek. Sa herë që e bëja në brek, pra çdo ditë, edukatorja më vuzte një shpull të mirë. Edhe më thoshte, amëre, as për bythën tënde nuk je i Zoti. Pastaj më kapte për veshi edhe më nxirrte në borë. Mbaj erë tani, shurës tënde, kizanjos. Edhe është unë linde për jashta. 6 herë jam shtruar në spital me të ftohtë nga që më linde për jashtë. Edhe dini pse ndodhi gjithë kjo? Sepse shoqja e edukatores kishte lindur vajzën e tretë dhe edukatorja jon si dhurat i çoi uturakun e kopshtit. Hala kur vinte mamaja ime, që kur më merrte mua edhe më gjente atje për jashtë. Në vend që t'i bërtiste edukatores, më bërtiste mua. Prap në brek, more! O, ma, qeme goj! Po s'ka motorako, ma! Po do tjerët, pse kam? As për bythën tënde si e i Zoti. Edhe më këpuste një të raur të mirë. Sado që unë filloja qaja me të madhe. Edukatorja nxirrte kokën te dera dhe i thoste mamas, mos e rri aq shumë, mos e rri shkreti se gjuna, nuk është i Zoti për asgjë. E po prandaj ra dhe unë, që të bëhet i Zoti, bërtiste mamaja. Dhe më kthej mua, mos më qaj, po të them. Unë po përpiqesha të mbaja që qaret, por se mbaja dot. Se kur qan njeriu,
Po edhe të shlirohet. Kishte ardhur mami dhe po më pris atje ke derat. Edhe kishte ardhur për mua, edhe më çova si shkalluar nga krevati, edhe ja dhash vrapit për ke derat e parti që për drejt ishte një 20 metra larg. Mi po gjatë rrugës nga lodhja, më gjunjë dhe rash, i vrava kishte dy gjunjë dhe bau, më përplas sekunda për tokë. Më rrita kokën shpashë, sa gjizja që më vini për dal. Shikoj, bau, më kishte dalë gjak nga unë. Atëherë me këtë mëngën e kapotës e fshin hundër dhe më duke më marrë furi më kështu më rrita ke dera. Ajo po më priste aty. Dhe sa më pa mua, ju mbushën sytë me lotë.